hapësirën e intervistës këtu në Fox News çdo të diel në 16:30 do të kemi në lidhje të drejtë për drejtë me avokatin Altin Goxhaj për të diskutuar rreth zhvillimeve kryesore të vendit. Avokat, ju përshëndes. Avokat. Dëgjojmë? Po, dëgjoni shumë mirë. Do doja t'ja nisim këtë intervistë me përballjen gjyqësore që keni bërë kundrejt palës kundërshtare në gjyq komunitetit LGBTQ. Do doja një koment për motivin e gjyqit, pse u zhvillua kjo seancë. Fillimisht, unë doja të sqaroj publikun që kur nuk ka pasur gjyqje midis komunitetit LGBTQ dhe meja apo koalicioni për mbrojtjen e familjes, por ka pas gjyq gjithmonë përplasje ligjore dhe mediatike me disa organizata dhe aktivistë, më saktë, disa individ, të cilët e kanë kthyer çështjen e drejtave të njeriut të komunitetit të tyre, që ata pretendojnë ta përfaqësojnë, si një biznes personal, dhe kjo i bën që të jenë vazhdimisht në sulme agresive, në narrativa, në legislacion, në praktika këtu në Shqipëri, duke prodhuar vazhdimisht ato që quhet përballja agjendash. Në fakt, agjendat janë produkt i lojës individuale të disa individëve këtu në Shqipëri, në bashkëpunim me komunitetin ndërkombëtar, që është i përfshirë në këtë agjendë. Pra, do të thoja që nuk kemi pas gjyq me komunitetin, por kemi pas gjyq me disa organizata që pretendojnë të përfaqësojnë të drejtat e gejve. E habitshme është që në Shqipëri nuk ka shoqata gejsh, të sqarojmë këtë gjë. Nuk ekziston asnjë shoqatë gejsh në Shqipëri, apo homoseksualish, apo lesbikesh, apo queer, apo çfarë duan ata, nuk ekziston asnjë shoqatë. Ka qendra. Pse them nuk ka shoqata, ka qendra? Nuk ka shoqata sepse shoqatat kanë me bazë antarësinë. Dhe antarësia do që një numër i caktuar njerëzish të bëhen pjesë e një shoqate dhe pas ata zgjedhin përfaqësues të tyre. Sa që shihni në televizor janë gjithë sa individ me vul në xhep që kanë shkuar në gjykat në emër të 2, 3, 4 vetave. Madje kemi një rast që 2 vajza, 2 femra kanë shkuar në gjykat, kanë regjistruar një qendër dhe ato të dyja janë dhe shefet e qendrës, edhe përfaqësojnë familjen gay, ato të dyja kanë ngritur një shoqat për veten e tyre, po ndërkohë marrin fonde në emër gjithë komunitetit gay në Shqipëri dhe gjithë jetesa e tyre familjare, siç e kanë treguar në një dokumentar të bërë nga të huajt në Shqipëri, tregonte që ato jetonin me lekë të shoqatave, apo më fal të qendrave, të fondacionit Shpërkatës. Nga financoheshin, nga burojnë këto burime financiare? Nga agjenda botërore LGBTQ që tashmë i ka ikur USAID-i, dhe janë ndërprer financimet për momentin nga qeveria zvicerane, e cila i kishte të ndara fondet me Fondacionin Soros. Ajo që ka ndodhur mas fitores Trumpit është që është ndërprer financimi amerikan zyrtar shtetëror, që ja merrte lekët e paguesve amerikan dhe ushqente dhe mate me lek aktivistët duhet të shpiknin vazhdimisht diskriminimin LGBTQ. Gjyqi që ne fituam përballë asistencës ligjore më të lartë ndërkombëtare me ambasadore, me fondacione, që ata paguajnë lek pafund për asistencën e tyre ligjore. Ishte gjyqi radhës i humbur nga ata, se ne gjithmonë i fitojmë gjyqjet me ata, do vazhdojmë të fitojmë gjyqjet me ata, sepse fuqia jonë, aftësia jonë ligjore bazohet ke e drejta. Natyrisht që duhet dhe profesionalizëm, po mbi të gjitha ne jemi me drejtën, dhe drejta që ne kemi është drejta që thuhet në librat e shenjtë që në familje ka një burrë dhe një grua. Familja përbëhet nga burri dhe gruaja. Dhe meshkujt dhe femrat janë të ndarë pikërisht në rolet e tyre gjinore dhe duhet të jenë fëmijë që rriten si djem kur janë djem dhe të rriten si vajza kur janë vajza. Ne u përballëm këtë gjyq pikërisht me një film të cilin e ndaluam tek Nema Millennium me koalicionin për mbrojtjen e familjes, ku isha një ndër thirrësit kryesor dhe mbaj mend që dhe Fox News ka qenë shumë aktiv në trajtimin e kësaj çështje, ka transmetuar live debatin që u bën ne pikërisht për këtë temë dhe ndaluam një film ku i mësonin djemt e vegjël që të bënin dashuri me djemt të vegjël. Dhe filmi quhet Strange Love dhe siç e përsaktonte një nga mediat më të rëndësishme në atë kohë, që quhet Pink News, një mediat më të mëdha të gayve në botë, e përsaktonte që si ti mësojmë fëmijët e vegjël, djemt e vegjël, që të jesh gay është gjëja më normale e më e mirë e mundshme. Pikërisht ne ndaluam këtë film nëpërmjet presionit publik dhe ata na akuzuan ne që kishim ndaluar filmin e tyre dhe ne kishim diskriminuar fëmijët LGBTQ. Kupton vesh, kanë futur dhe fjalën fëmijë LGBTQ. Fituam gjyqin, ata nuk u paraqitën seancën e fundit, duke nuk e përballonin dot emocionalisht përballjen me ne. Nuk erdhën as shoqatat LGBTQ apo këto qendrat LGBTQ, se nuk ka shoqata LGBTQ, dhe nuk u paraqit as komisioneri për kundër diskriminimit. Kjo tregon që ata, si thosh,
do vazhdojnë të bëjnë këtë punë që kanë bërë, por kur vjen puna për të përballur me fuqinë e tyre, peshën e tyre, se ato i kontrollojnë gjykatët, kontrollojnë ligjet, kontrollojnë parlamentet e tjerë, janë në një betejë në rënje për shkak edhe të fitores Donald Trump në Amerikë në 5 nëntor, që njerëzit nuk e kuptojnë që sa e rëndësishme ai është dhe ishte, por duhet të kujtojmë publikut në këtë moment, gjithë shqiptarëve, prindërve, kudo që na ndjekin, që ne kemi fituar një gjyq, por ata kanë fituar një parlament. Ata po bëhen gati për të miratuar disa ligje, ku një nga ligjet më të tmerrshme është shkatërrimi i familjes, ku do të pranojnë martesën e burrit me burr, gruas me grua, dhe adoptimin e fëmijëve të vegjël nga çiftet gay. Pra, ata do të, për shembull, mendoni pak, një burr divorcohet me gruan sepse është gay, dhe i thotë gruas unë jam gay. Ai martohet me një burr, dhe ai ka drejt të marrë fëmijën dhe gruas. Mos u habiste për të që them, ta rrisi ai. Kanë 2 fëmijë ata, për shembull, një e ka gruaja, një e ka burri shparimi, apo jo, kur kanë 2 fëmijë. Një do të takoj burrit, dhe mendon burri tash do martohet me burr, dhe do marri fëmijën të arrisi bashkë me burrin tjetër ke shtëpia vet. Ky është ligji i adoptimit për fëmijët gay, që mund ta marrin në jetimore, mund ta marrin diku tjetër, mund ta marrin me anë të surrogacisë, që ata e kanë bërë gati ligjin për surrogacinë, që të marrin nëna me qera, e të tjerë me radhë. Pra ne jemi përballë këtij realiteti, jemi përballë këtij fakti, që ne sa kemi ftuar luftën në Ramës janë krijuar mundësi tash me numrin e deputetëve që kanë parlament dhe ka premtuar që brenda datës 2028-s, kështu e ka dokumentin e firmosur zyrtarisht, do të pranojë gjithë ato ligjet e komunitetit LGBTQ. Avokat, të rikthehemi pak në Shqipëri, të flasim duke marrë shkas së temës së komunitetit ose qendrës, si quajtur ju, të LGBTQ-s. Një program i prezantuar nga vetë kryeministri Edi Rama, Shqipëria 2030. Një nga kriteret e cila favorizon njohjen e pasaportës europiane është dhe njohja e këtij komuniteti. Ju si e komentoni këtë? Po në këtë komunitet e njohim që kur kemi bërë ndryshimet e kodit penal në vitin 1996, më sa më mendon, në 1994, ku nuk kriminalizohet më homoseksualiteti. Pra ky komunitet është njohur çdo e drejtë. Nuk ka penalitet pse je gay. Pra çfarë drejtë do të njihet? Çdo njeri është i barabartë. Të gjithë njerëzit janë të barabartë. Burrat, gratë janë të barabartë. Burri që është burr, burri që do të shkojë me burr, burri që do të shkojë me grua, janë gjithë barabartë. Domethënë këta kanë shpikur një të drejtë që nuk ekziston, që është e drejta e orientimit tyre seksual. Njerëzit lindin të barabartë, lindin burra dhe lindin gra. Dhe do të vdesin si të tillë. Kur bëjnë këto operacionet, kur bëjnë këto lërat me pasaporta që ndrojnë emrin e tjerë, që vishën si femra, të gjitha këto janë si thosh gjëra të pa asnjë rëndësi, janë çështje zgjedhje stilit të jetesës. Po s'kan asnjë lidhje me të drejtat e njerëzit. Të drejtat e njerëzit është jetosh si duash. Në Shqipëri nuk të ndeshkon kush. Shqipëria është një nga vendet që unë e paraqes si provë në gjykatë më të sigurta në Ballkan. Mjafton të referohem raporteve të policisë në Shqipëri, Greqi, Malzi, Kosovë, Serbi e tjerë. Shqipëria është vendi që nuk ka asnjë rast të dhunës homofobike. Nuk ekziston asnjë rast në 15 vjet. Pra ne kemi një rekord që të ka asnjë vend në Ballkan. Nuk dihet, nuk ekziston asnjë rast i vetëm që një antar i komunitetit LGBTQ apo i ashtuquar komunitetit LGBTQ të ketë pësuar sikur dhe një shpull vetme. Pse është homoseksual? Ka pas dhunë, sa duash, midis tyre. E kemi fakte dhe me prova. Që do thotë, Shqipëria nuk i ka munguar asnjë drejtë të tyre. Ai që do të bëjë Rama është vazhdoj agjendën e tij antifamilje, agjendën e shpopullimit të Shqipërisë, ku pjesë e filozofisë Fondacionit Soros është në shkatrimin e familjes është edhe homoseksualizimi i brezave të rinj, adoleshentëve, fëmijëve të vegjël nëpërmjet agjendave të tranazhit trurit, të lavazhit trurit. Që sapo përmendet e homoseksualizimi i të miturve. Pra për shqiptarët, për prindit të cilët janë kundër ndikimit të kinematografisë, e cila ndikon, jep një shembull të homoseksualizmit, çfarë duhet të veprojnë, si duhet të veprojnë, si të bashkëpunojnë që të dalin kundër, të kenë një hapësirën e tyre që të mbajnë qëndrimin e tyre? Unë kam një thirrje për të gjithë prindrit që na ndjekin, që të kuptojnë që tashmë që e kanë humbur pushtetin, me votën e tyre ata mbajtën në pushtet e Edi Ramën. Problemi që Edi Rama do t'u marrë fëmijët me anë të politikave LGBTQ dhe agjendave LGBTQ. Që të shpëtojnë fëmijët e tyre kanë ngel vetëm një armë që kanë tashmë. Është që të bëjnë gati që në shtator të zgjidhen në bordet e prindërve në shkolla. Kanë vetëm të armë të shkojnë dhe të mbrojnë fëmijët në shkollat ku i kanë, duke u zgjidhur anëtar të bordit të prindërve.
Nëse do zgjidhen anëtarët e bordit prindër të kenë pushtet për të bllokuar çdo program mësimor, çdo agjend, çdo trajnim, çdo manipulim që bën agjenda LGBTQ e Sorosit në Shqipëri nëpër shkolla. Dhe i bëj thirrje çdo prindi që na ndjek të mos e trajtoj si një çështje që i takon një prindi tjetër, i takon vetëm atij. Çdo prind duhet ta mendojë që e tij është detyra dhe ai duhet zgjidhet në bordin e prindërve, sepse është vetëm mjet që i ka mbetur në dorë, tani që e dorëzoi politikën, e dorëzoi parlamentin duart e Ramës dhe qeverinë duart e Ramës, është të mbrojë fëmijët në shkollë. Ti mbroj brenda shkollës dhe vetëm rrugë për të mbrojtur shkollë është të bëhet anëtar i bordit të prindërve. Në rregull, avokat. Ndalim edhe pak tek politika në aktualitetin e vendit. Flasim pak për zgjedhjet, raportin e OSBE dhe ODIHR. Çfarë përditësimesh mund të kemi? Po, ne i paraqitëm para 14 ditësh OSBE-s një letër të hapur ku i kërkonim që të distancohej nga gënjeshtrat, nga 10 gënjeshtra që ka hedhur në raportin e vet, sikur në Shqipëri ka pas identifikim biometrik me pajisje identifikimi biometrik në çdo qendër votimi nëpërmjet gishtit. Kjo është një gënjeshtër e madhe sepse gishti kur vendosej në pajisje nuk përbënte asnjë lloj identifikimi, elemë biometrik jo ajo. Siç kemi vërtetuar dhe vazhdimisht po i mërzisin pak njerëz duke u përsëritur vazhdimisht me zotin Armando Vrushin, ne kemi vërtetuar që pajisjet e identifikimit biometrik janë të rreme dhe një person mund të votojë pa lënë asnjë lloj gjurme deri në 10 herë. Sa i provimi që mjeti i identifikimit nuk funksionon, nuk është marrë asnjë mas. Jo vetëm kaq, ata kanë qenë në dinjit plot profesorët e OSBE-s. Liza Past, ish drejtore e komunikimit në Fondacionin Soros të Estoni, që këta kishin sjellë për sigurinë kibernetike në Shqipëri, ishte personi që ishte dëshmitare okulare dhe ne komunikuam me të dhe ajo e preku me dorë vetë faktin që këto pajisje jo vetëm që s'ishin identifikim, nuk bën identifikim biometrik, po nuk bën as identifikim thjesht. Unë kam votuar për veten time dhe për mandin datë 28 prill në ekspozimin dhe provat eksperimentin që u bë tek qendra e KQZ-s në Fark. Këtë e bëra në sy të Liza Past, e bëra në sy të OSBE-s, e bëra në sy të KQZ-s, e bëra në sy të përfaqësuesve të PD-s që heshtën si Lealba Pelinku, e cila është dhe koka pjesë e gjithë të manipulimit zgjedhor që është bërë bashkë me Ort Bylikbashin, bashkë me Ivi Kasën dhe bashkë me Gaz Bardhin. E theksoj këtë gjë. Ata e panë me sy se si unë votova për veten time dhe për Armando Vrushin. Armando Vrushin votoi me cop karton. Me cop karton thjesht. Pra, pajisjet e identifikimit biometrik të jepshin mundësi. Ka eksponent të Partisë Demokratike. Për çfarë arsye nuk e kanë denoncuar këtë gjë? Për çfarë shërben që ta fshehin këtë të vërtetë? Në vitin 2021, kur u propozua përdorimi i pajisjeve identifikim biometrik, Rama ju dha këtyre të PD-s që të bëjnë tenderin dhe të marrin pajisjet e Sorosit dhe ishte miliona dollar. Të merrin pajisjet e Smartmatic të Mark Mullock, ish drejtorit të fondacioneve Soros kudo në botë. Dhe këta morën lekët, Rama mori votat. Kjo u përsërit çdo vit. Nëse ta do të kishin ngritur ndonjëherë kokën, thoshte një po s'duan të bërë këto se këto janë të pasigurta, Rama do thoshte, a e keni bërë ju tenderin? A e keni ju e mbani mend që vati spaku tek KQZ-ja para zgjedhjeve për një tender. Bësh fjalë për këtë tender. Bësh fjalë për këtë tender. Vetëm për të kërcënuar që rrini urt se ju fusin burg. Sepse spaku ishte kapaku i krimit, por dhe kamzhiku i Ramës. Pavarësisht se ka njerëz që ende fantazojnë dhe ndrojnë idiotësinë e spakut, që do i shpëtojë spaku nga klasa politike, që është thjesht një instrument i Ramës për të konsoliduar pushtetin. Dhe këtë kemi kaq vjet që e themi apo. Tani koncepti qëndron që i gjithë manipulimi i zgjedhjeve, është në ato përmasa që nuk ka ndodhur as në vitin 1996. Por PD-ja gënjen kur pretendon që këto zgjedhje janë manipuluara sipas modelit që prezanton PD. Pse gënjen PD-ja? Se s'mund të tregojë të vërtetën, se s'është ajo që i ka shitur zgjedhjet duke fshehur të gjitha akuzat që ne i kemi bërë para zgjedhjeve, propozimet që kemi bërë para zgjedhjeve me vite të tëra, duke treguar që kemi një skem manipuluar e cila është jashtë çdo lloj mundësie kontrolli, që fillon që nga pajisjet e identifikimit biometrik, dhe mënyra si integron këto pajisje të identifikimit biometrik, gjitha dhënat, dhe gjitha këto dhëna që dalin dhe që manipulohen, janë të hakerueshme sepse kanë qenë dhe online. Kemi PD-n që ka folur me javë këto ditë në kundërshtim me ne, duke thënë që pajisjet janë sigurta. Atëherë nëse pajisjet janë sigurta, si votohet 4 herë nga ai person që PD-ja nxjerr një video? Nxjerr një video që ka votuar 4 herë një person. 4 fletë votimi ka kapur në një moment me video. Në fakt ne themi që janë 150.000 fletë votimi tepër në kutitë e votimit, por kjo ngatrohet sikur edhe PD-ja ka thënë që mungon 130.000 fletë votimi. Nuk është e vërtetë që ka lidhje ajo që thotë PD-ja me atë që themi ne.
PD-ja nuk thot se në fletë e votimit janë 130.000 fletë votimi më shumë. PD-ja thot që janë 130.000 fletë votimi të zhdukur mbi 1.4 milion fletë votimi që janë në qendrat e votimit. E vërteta është që në Shqipëri, po të kishin votuar 1.4 milion njerëz, i bie që do kishin votuar 120% e shqiptarëve që ndodhen këtu me drejt vote në të vërtetë. Sepse sipas të dhënave të censusit të 2023, të cilat mbrohen me stoicizëm nga koka e Partisë Demokratike, që ka qenë shefe i statit, e cila ka kohë që manipulon opinioni publik, duke e trajtuar si kur të dhënat e censusit 2023 janë të vërteta dhe jo të rreme, që janë 100% rreme, sepse censusi pretendon që Shqipëria janë 2.4 milion njerëz në 2023. Në fakt, në 2023 kanë qenë 1.9 milion njerëz. Janë manipuluar mbi 500.000 shqiptarë si numra. Vetëm në vitin 2022-2023, sipas Eurostat të dokumentuar me dokumenta që kanë braktisur Shqipërinë, ose janë përzënë nga Shqipëria më saktë, janë 100.000 njerëz vetëm në vendet e Bashkimit Evropian, pra kur s'përfshihet as Anglia as Turqia. Po vendet e Bashkimit Evropian, ku nuk përfshihet as Amerika, as Kanada atje. Vetëm në 2 vjet kemi të shqiptarë të regjistruar, jo ata që nuk merret vesh, hyn dalin e merret vesh bë. 100.000 njerëz. Dhe përfaqësuesja e PD-s, e cila handbook me biznesin e saj, në marrëveshje me njerëzit e qeverisë dhe të instatit, ajo gënjen sikur Shqipëri censusi ishte vërtet i 2023. Censusi është një mashtrim. Me censusin e 2023 gjithsesi do të dilte që shqiptarët kanë votuar 87%, që është një gënjeshtër. Shqiptarët nuk mund të jenë në rekorde kaq të mëdha në Europë në votim. Po ne themi ke argumente kryesore. Ne kemi çuar letër OSBE-s, e cila nuk ta ka kërkuar ende përgjigje, dhe këtë javë do të pyesim OSBE-n. A keni ndonjë përgjigje për letrën tonë se keni cituar emrin, na keni dhënë informacion të rrem aty, dhe po na pengoni që ne të auditojmë zgjedhjet në Shqipëri. Sepse ata s'po na përgjigjen, ose, dhe të verifikohet këtë javë publikisht, live, mbase letra jonë s'kan mbritur kur në destinacion. Mbase përfaqësuesit OSBE-s në Tiranë kanë refuzuar të uaqojnë letra, dhe ne për këtë arsye dhe uaqojmë të gjithëve me email. Koncepti ku qëndron? Koncepti qëndron që ajo që ne do të bëjmë këtë javë është që do t'i nxjerrim OSBE-s provat dhe faktet se si rrenat e tyre po mbajnë të manipuluar totalisht zgjedhjet. Po. Ja, një sekond. Jam në kamerë, okay. Po, mund vjoni. Okej. Pra, neve jemi në një moment ndërkombëtar të raportimit zgjedhjeve, ku ne paraqesim prova dhe fakte që në Shqipëri zgjedhjet jo vetëm që janë manipuluar, por më sakt, janë të fshehura të dhënat nga të gjitha palët se kanë frikë të tregojnë kompromentimin e tyre në këtë sistem. Se s'ka si shpjegohet që kemi një muaj që japim prova dhe fakte për manipulimin e zgjedhjeve dhe Partia Demokratike e hesht në mënyrë zyrtare për provat tona, sepse janë njerëz e Partisë Demokratike, i pari Ert Bylykbashi, që ka dalë të ditë me flamurin e reformës zgjedhore, prap, ky njeri që ka 8 vjet, 12 vjet që bën reformat, 14-16 vjet që bën reformat zgjedhore të Partisë Demokratike, duke çuar nga humbja në humbje PD-n, ky person ka dalë të ditë dhe thotë që duhet të ndryshojmë kodin zgjedhor etj etj. Ky person që mbulon pajisjet identifikimit biometrik, ky njeri që ka manipuluar të gjithë sistemin e kodit zgjedhor, ky njeri i cili fsheh se si janë vjedhur zgjedhjet, sepse nuk janë vjedhur atëri, janë shitur. Janë vjedhur do thotë që i ka marrë Rama dhe këta s'kan parë gjë. Po jo kur ta bashkëpunojnë, atëre kjo quhet shitje. Pse them unë këtë gjë? Po sepse në qendrat e votimit rezulton që numri i pjesëmarrësve për qendër votimi është më i madh në numër vota se sa numër njerëzish. Çdo thotë, numrat e njerëzve që kanë hyrë në qendrat e votimit janë ku më pak se fletët që ndodhen kuti. Pra, kemi një llogari thjesht. Në një qendër me 400 vota, sa veta kanë marrë pjesë në proces votimi? Po në një qendër me 360 vota, po në një qendër me 540 vota. Ne kemi nxjerrë llogarit, kemi bërë intervista me komisionerë dhe kryekomisionerë të Partisë Demokratike. Dhe ata janë skandalizuar sepse nuk e kishin kuptuar se si kishte ndodhur ajo që ata vetë dorën në tavolinën tonë. Ata treguan që kishin pas më pak njerëz se çuditë llogaria e pjesëtimit të 720 minutave me numrin e votave. Dhe treguan që ata nuk kishin asnjë mundësi për shkak të Ert Bylykbashit, Gazbardit dhe Ivi Kasos
që të mbani shënim sa veta kanë votuar. Ata nuk e dini sa veta kishin votuar, sepse këtë kishte ekskluzivitet pajisje certifikim biometrik sipas reformës së OER Byrit Bashit, që qendrat e votimit mos kishin asnjë mundësi të verifikojë sa veta votonin, në mënyrë që të gjitha pajisjet e certifikim biometrik që ishin online me karta të Vodafonit, me modem brenda të integruar, me dokumenta e kemi këto, me video dhe me fakte, tregonin që në qendrat e patronazhimit të Partisë Socialiste ata kishin kontroll e parapunës për pjesëmarrjen e votuesve dhe nga ana tjetër që është shumë e rëndësishme, tu e kam pjesën më të rëndësishme, pajisjet ishin të hakerueshme nga Partia Socialiste për të shtuar votues sa të donte atyre qefi, pasi sistemi ishte online. Dhe ti me sop karton mund të bëje çfarë të doje, të vendosin 100 votues. Dhe ne kemi bërë një raport auditimi që del këtë javë dhe do jetë lajmi kësaj jave, se si në Shqipëri, ne nuk kemi pasur zgjedhje për 4 vjetësh. Ne kemi pas një teatr që ata e quajnë zgjedhje, ka qenë totalisht manipuluara, numri shqiptarëve që votojnë është më i vogël se sa numri i fletëve të votimit që dalin nga kutitë e votimit. Në Shqipëri nuk ka zgjedhje të lira dhe të ndershme, jo, se kjo është si thosh pretendimi i madh të lira dhe të ndershme. Që në deklaratat tuaja publike ju keni thënë që këto zgjedhje kanë qenë inekzistente, avokat. Këto zgjedhje parlamentare. Kemi një ndërprerje në lidhje drejt për drejt me avokatin. Avokati më njofton regjia që avokati do rikthehet sërish në linjë. Ndërkohë, ne kemi qenë duke diskutuar në lidhje me raportin e OSB e ODIR. E kemi nisur këtë intervistë duke diskutuar gjithashtu edhe rreth përballjes zyrtare që ka pasur me komunitetin LGBTQ, avokati Altin Goxhaj, i cili bie kundër me filmin i cili do të promovojë me personazhe minoren, të cilët do të kishin një raport që bie kundër me parimet e Aleancës Konservatore Shqiptare. Kjo seancë është fituar këtë ditën e njëjtë të kësaj jave. Mirë, kemi qenë deri në këtë moment në një komunikim të drejtë për drejtë me avokatin Altin Goxhaj. Faleminderit për vëmendje dhe do të shkëputemi në publicitet.